Në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi tha të dielën se shumë shpejt do të ndryshohet ligji për forcën e sigurisë, përmes së cilës do t'i ndryshohet misioni dhe detyra kësaj force. Ai bëri këto paralajmërime gjatë fillimit të manifestimeve në përkujtim të 19 vjetorit të fillimit të luftës në Kosovë, ku tha se ky ndryshim i kompetencave të forcës së sigurisë nuk është kundër askujt dhe nuk do të ndërhyjë në punët e forcave të KFOR-it. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se shumë shpejt brenda kompetencave kushtetuese do të dërgojë në parlament ligjin e ri për transformimin e forcës së sigurisë. Ai bëri këto komente gjatë fillimit të manifestimeve treditshme në përkujtim të 19 vjetorit të betejës së fshatit Prekaz të komunës së Skenderajt, e cila shënoi dhe fillimin e luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Udhëhecit më të lartë të Kosovës thanë se asnjë arritje në Kosovë nuk mund të përfytyrohet pas sakrificën e qytetarëve të saj dhe të ish ushtrisë lirimtare që hapi një kapitull të ri atë të lirisë së Kosovës. 3 vite më parë, qeveria e Kosovës vendosi që pasardhësia e kësaj ushtrie, Forca e Sigurisë së Kosovës, të shndrohet në forcat e armatosura që do të kenë 5000 pjesëtar aktiv dhe 3000 rezervë. Ngritja e tyre nënkuptonte miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshimin në kushtetutën e vendit. Veprimet të tilla kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare. Por këto ndryshime janë pamundsuar për shkak të mospajtimeve të përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, të cilët bashkë me Beogradin vazhdojnë të kundërshtojnë ngritjen e tyre. Pamundësia për të siguruar votën e deputetëve të pakicës serbe ka shtyrë autoritetet në Kosovë për ndryshimin e ligjit aktual mbi forcën e sigurisë së Kosovës, nëpërmjet të cilit do të shtoheshin përgjegjësitë të kësaj force. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se për shkak të mos realizimit të këtij transformimi, ka ardhur koha që të ndryshohet ligji për forcat e sigurisë dhe sipas tij, për këtë gjë kushtetuta e vendit i jep kompetenca të mjaftueshme. Unë sot dua të bëj të qartë publikisht se në ditët në vijim, shumë shpejt, brenda kompetencave të mia kushtetuese, do të ndërmarr të gjitha veprimet e domosdoshme ligjore që transformimi shumë pritur i themelimit të ushtrisë së Kosovës të bëhet realitet edhe nëpërmjet ndryshimit të ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës. Pra, Republika e Kosovës, me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial, si dhe ruajtjes së paqes dhe mbrojtjes së interesave shtetërore, duhet të avancojë rolin dhe detyrat e forcës së sigurisë së Kosovës. Presidenti Thaçi tha se ky ndryshim në misionin dhe detyrat e reja që do t'i marrë Forca e Sigurisë së Kosovës ka për qëllim ta transformojë atë në ushtri moderne, profesionale dhe me karakter mbrojtës, e cila sipas tij do të mbrojë qytetarët e Kosovës dhe do të jetë në shërbim të ruajtjes së paqes në rajon dhe në botë. Ai tha se ky ndryshim i kompetencave të forcës së sigurisë nuk është kundër askujt dhe nuk do të ndërhyjë në punën e forcave të KFOR-it. Ftoj shtetet anëtare të NATO-s që të vazhdojnë të ndihmojnë FSK-n, ashtu siç kanë bërë deri më tani. Shtetet fqinje të cilët kanë ushtritë e tyre, duhet ta kuptojnë këtë transformim të FSK-s në ushtri si një hap krejtësisht normal të një shteti sovran dhe i pavarur. Misioni i NATO-s, respektivisht i KFOR-it në Kosovë, do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht dhe ky transformim nuk do të ketë implikim në misionin dhe detyrat e KFOR-it në Kosovë. Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit edhe u shpallur pavarësia e Kosovës. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.